Allahu xhallahu tha në Kur'an: "Wasabiqu", nxitoni, dikun tha wasari'u, dikun tha garani, e dikun tha nxitoni. Ka të nxitojmë Zot, ka të vrapojmë Zot, ka është drejtimi i dur që duhet nxituar. Tha ila maghfiratin min rabbikum. Nxitoni gjithmonë që të përfitoni nga falja e Allahut azza xal. Do të thonë, ne duhet nxituar gjithmonë që të falemi, që të pastrohemi, që të ngritemi, e jo që angazhimi i të jetë gjithmonë në drejtimin e mëkatimit, ngarkesës, fashizillokut e punëve të këqija. Dallon ai që vrapon gjithmonë, të fiton nga Zoti kënaqësinë e tij. Gjithmonë përpjeket të jetë i kthyer ka falja e Allahut, ka mëshira e Allahut, ka shpëlimi i Allahut xhallahu ala. Dhe ai që kthehet ka epshi i tij, ka hapat e shejtanit dhe nga ndjekja e josheve afatshkurte që në fund sjellin pastaj raporte të tmerrshme, të turshme që njeriu ka turp me i lexu, edhe me 100 pjesë të tyre Allahu na ruajt nga i përfundimi të tmerrshëm dhe i keq e i shëmtuar. Prandaj qëllimi, çdo sabah që del, çdo akşam që nxen, çdo punë që e bën, çdo shoqëri që e ndërton, çdo vepër që ti e kryen në këtë radhë, gjithmonë sy tek qëllimi. Pse Allah më ka pru? Që kjo i shërben asaj që Allah mëson në dunjë apo nuk i shërben?